Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit për mbylljen e platformës TikTok në Shqipëri. Përmes një postimi, Rama shpjegon se ky vendim është marrë pas një konsultimi të gjerë me 65.000 prindër dhe mësues, dhe gjithashtu pasi janë ngritur kapacitetet teknike të nevojshme për implementimin e tij. Rama theksoi se qeveria është në një dialog të ngushtë dhe pozitiv me kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vizitojë Shqipërinë për të paraqitur një sër masash për të rritur sigurinë për fëmijët. Këto masa do të përfshin ndër të tjera përkthimin e platformës në gjuhën shqipe dhe risit për përdorimin e saj në fushat e arsimit dhe studimeve. Në postimin e tij Rama mashtoi: "Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi", duke theksuar angazhimin e qeverisë për sigurinë e përdoruesve, veçanërisht të fëmijëve në përdorimin e teknologjisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.